Prokuroria speciale kërkoi 45 vjet burgim për secilin prej tyre. Si e mendoni, a e meritojnë ish-krerët e Turqikës apo duhet shteti i Kosovës të bëjë më shumë në lidhje me këtë proces? Jo, krerët e Turqikës nuk e meritojnë 45 vjet burg, po shteti duhet me bëj më shumë për ta. Dhe unë besoj që ata kanë liru se 45 vjet burg s'ka shumë të më. A ka bo Kosova mjaftueshëm për të mbrojtur ish-krerët e Turqikës, për të ofruar dëshmi? Kur që s'ka bëjt, absolut për krerët e Turqikës këtë qeveri s'ka bëse. A do i bashkoni protestës me 17 shkurt kur do të bëhet nga organizata Liria ka emër në mbrojtje të ish-krerëve të Turqikës? Gjithësysh. A mendoni që duhet Kosova të rrisë edhe kapacitetin e buxhetor për të mbrojtur ish-krerët e Turqikës, duke pasur parasysh se nga mbrojtja e tyre shumë avokatë të njohur janë tërhequr për shkak të pagesës? Kur ka koha nuk e ka rrit buxhetin, tash është ndoshta pak vonë, edhe nëse rrit buxhetin është vonë. Tash procesi vetë ka përfunduar. Tani është faza kryesore. Tash është faza kryesore, mo buxheti ndoshta nuk kryen. Ka kërku sot Prokuroria Speciale mi dënu ka 45 vjet secili prej tyre. Sipas jush, a duhet të lirohen ata apo kjo kërkesë e Prokurorisë Speciale është absurde? Patjetër mendoj se duhet lirohen. A ka bo shteti i Kosovës mjaftueshëm për ish liderët e Turqikës? Po besoj se po. Ma absurde s'ka ku shkon. Ta vetë gjykata e korruptuar të Bashkëpunëtor të Serbisë. Janë dëshmitar shqiptar rreth 200 që kanë dëshmuar në këtë proces kundër ish-krerëve të Turqikës. Kurse në procesin e Miloševićit karshi luftrave në Ballkan, përfshirë dhe Kosovën, janë vetëm 20 shqiptar. Çysh e shihni ju këtë? Kjo është s'po di as çysh më shpreh me motër, diçysh s'po besoj gjithë ata shqiptarë me kundërshtu ndaj veteranëve tonë, ndaj ushtrisë lirimtare të Kosovës. S'po di as vetë që me... Po, sipas jush, a ka kontribuar shteti këtë rast qeveria e Kosovës mjaftueshëm për me ofru ndihmë për mbrojtje? Jo, hiç vallahi. Pse e ka bërë? Se protesta mas pari që dalin ju bashkanxhit popullit. Ju si qytetar, a do i bashkoni protestës së 17 shkurtit? Gjithë ju kum bashku, apeti bashkon edhe dekja me ta me lirimtar. Patjetër që duhet të shkohen pafajshëm, sepse janë ushtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ata nuk bën kurrë se më dënë. A keni qenë pjesë ndonjë proteste të organizuar për shfaqësimin e tyre dhe mbrojtjen e tyre? Nuk kam qenë pjesë, por çto tjetër do të jem me 17 shkurt. A mendoni që shteti i Kosovës ka përmjaftueshëm për ofrimin e mbrojtjes ish-krerëve të Turqikës, dëshmi për të mbrojtur ata, për të shmallur pafajshëm? Po, jo më çfarë, se s'ka bërë. Kurse s'ka bërë shteti, hiç për ta. Nuk është diçka që janë munduar me bëj për ta si me po shef më dënu. Po menon që qeveria nuk ka shpreh gatishmëri për mi mbrojtje ish-krerëve të Turqikës? Jo, s'ka shpreh gatishmëri as një fjalë.